أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha laftë falenderimet dhe madhrimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. E salavatet dhe selamet I takojnë profetit ton Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. S'ka dishim atë që Allahu gjelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga jo rrugë ta humb, ta largon lajthit dhe devijon, dhe atë që Allahu gjelleshanu me të drejtën e ti, me urtësin dhe butësin e ti e humb, nuk ka kush që udhëzon, dhe fjalët më të mira janë të Allahut, udhëzimi më I mirë është I Muhammedit, veprat më të këqija janë risit, bidatet, qenë në humbje, humbja qenë në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga I na mbroft. Vlezër faleminderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, I cili na ka udhëzuar në këtë fe, dhe ne kur nuk do të kishim pas mundësi dhe aftësi të udhëzohemi vetë, si kur mosht na udhëzon të Allahu subhanahu wa ta'ala. Faleminderojmë Allahun I cili e plotësoi dhe përsosi këtë fe. Thot Allahu, el-jawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ditën e Arafatit, Allahu subhanahu wa ta'ala në 10 vitin në me thonë si pas hijretit, po ashtu më data 9 muajt Dhulhijhe, viti 10 si pas hijretit, e zbriti Allahu subhanahu wa ta'ala vlezër këtë ajet, të cilën e shpresonin dhe dëshironin edhe ata që ishim para neve, si krishterët dhe qifutët që takin një ajet të tillë prej Allahut, që edhe feja tire tjetë e përsosur, e Allahu gjelleshanu dëshiroj që mesazhi I ti, fjala e ti e shenjtë të përsoset tek pejgamberi I fundit dhe tek ummeti I fundit, dhe ne elhamdulillah e kishim këtë hise dhe e kishim këtë fat që të jemi musliman dhe të jemi ummeti Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Vëllezër, ne e kemi fejën e përsosur. Feja islame është feja e përsosur. Të gjitha çështjet I përmban. Nëse flet për atë dhe, e ka bon një gjë të tillë prej çështjeve të besimit, e ka bon mbrojtjen e atë dheut, mbrojtjen e vendit, mbrojtjen e nderit, e ka bon një lloj lufte të shenjtë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Men mate dune irdihi, wa dune malihi, wa ahlihi, wa irdi, fa huwa fi sabilillah. Kush vdes duke mbrojt vendin e ti, pasurin e ti, nderin e ti, gjakun e ti, ai është për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos mendon dikush se vallahi neve na nevojitet diçka tjetër jashtë islamit. Me thonë këto si pas islamit, këto si pas shkencës, këto si pas kombit, të gjitha I kin fe. A ka diçka me vlerë që se ka cek Allahun Kur'an? Ma farratna fil kitabi min shay. S'kemi lënë, thon mangu, thot Allahun këtë libër asgjë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbrojti Medinën prej mushrikëve të Mekkës. Nuk erdhën ato me undru muslimanëve fen, po erdhën me i nënçmu, me i poshtërsu në vendin e tyre. Ato e dishin se ensarët, muhaxhirët kur nuk dalin prej fesë së Allahut, asnjëherë ato nuk e lojnë islamin, po erdhën në Medinë me i nënçmu, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli dhe e mbrojti nderin e tij, nderin e shtetit të tij me fjalën la ilaha illa Allah. Vlezër el yawma akmaltu lakum dinakum, kjo është një dhunti e madhe Allahut subhanahu wa taala. A e din çka do të thotë ti ta marrish një rrugë edhe mos të mungone asgjë hiç. Tona i kije. Ke hip në kërë, je ull, i thuë grus, këto ta e murëm, thot, e morëm, ato e murëm, ecën pasaj të kujtot, po atë qantën e murëm, edhe ato e murëm, për këto e murëm, kur bën disa kilometre, kënaqesh, elhamdulillah. Nuk në mungon asgjë, shkojmë rahat, pa marë parasysh, kush me në ndalu në rrugë, a e ki këto e kom, a e ki ato, kartoni legjerë për të mare tonat, gomat rregull, zinxhire, ato të ndihmës pare, të ndihmës ditë, të gjitha komplet. E kështu e kije në edhe në fen. Wa atmamtu alaykum ni'mati, edhe mirësit Allahu subhanahu wa taala ndaj këtij ummetit i ka derdh. A e dini vëllezër se Allahu subhanahu wa taala e ka veçu këtë ummet me diçka që nuk i ka veçu të tjerët. A e dini ne edhe kur dëshirojmë ta bëjmë një të keqe, dhe nuk e bëjmë. Amo gati që e boma, i murëm se bepet gjitha të bëjmë një të keqe, qoftë fjala, po shikim pa marë parasysh, e pastaj unë dalëm. I tha e vetës, nuk e bëj, kom frikë Allahun. Ti ke dash të bëjsh keqe, a e din se Allahu ta shkruan një sevap, po ka hadithe që edhe ma shumë se një sevap. Ti e bën një të mirë, Allahu ta shkruan 10, kjo është për këtë ummet, nuk e kam pas të tjerët. Allahu subhanahu wa ta'ala këtë umet e ka dalluar edhe me diçka tjetër, thot Muhamedi alayhis salam. Ditën e xumë Allahu xhelleshanuhu u dha si opcion edhe tjerëve, edhe çifutëve Banu Israil, edhe të krishterëve që ta marrin ato ditën e xumës si ditë pushimi, po ju largun ngadal kësaj. E Allahu tha na veçoj neve me këto. Ne jemi umeti i fundit, festën e kemi para atyre. Është xumoja, pastaj vjen e shtuna, pastaj vjen e dilla, pastaj tha ne jena umeti i fundit, po i pari kena me hin xhenet. A din çka do thotë i pari kena me hin xhenet? Imagjino një autobus i ka 54-55 karike, po kurse jashtë janë 1000 vet kush do ulet i pari. E ti një grup 50 vet ulet, a ka maknaci tjerë të rinë jashtë. A vjen autobus tjetër, a nuk vjen? Kur do të vjen? A do të vanohet? A do të ecin kohë me kështu me radhë? Ti e i rahatshëm se ti e zune vendin tënd. Prandaj është diçka mirësi e madhe ti të hish i pari në xhenet bashkë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj vjen popujt tjerë. Wa raditu lakumul islam dina. Vëllezër, këtë çështje në Islamit duhet gjithmonë ta kujtojmë. Dhe Allahu ka qenë dakord ndaj kësaj feje. Dhe e ka bëjë që edhe ne të jemi dakord. Thot Muhamedi alayhis salam, men radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya dhaqa ta'mal iman. Kush është dakord që Allahu është Zoti i ti. Imagjino vllai dashës sa mëkate, sa gjëra i bëjmë, me i ditë prindrit ndoshta na e kishin hek kokën. E Allahu xhelleshano sa i mëshirshëm është ndaj neve. Sikur Allahu të na dënon të neve për secilin mëkat, do të na kishte zhduk. Po sa herë kena qenë në situata jo të vështira, po në situata të zhitura në mëkat deri këtu. Allahu ka dhënë shans, nuk ta ka marrë shpirtin atij. Imagjino të përfundojshë atij duke pi alkool, duke lu kumar, duke bë çështje tjera, punë të fllihta, punë të ligta, të ta merrte Allahu shpirtin ashtu edhe kishe me u ringjall, po, sikur vdes, ashtu edhe ringjallesh, po Allahu thot jo. Unë ta du të mirën, dhe unë shoh te ti pak sinqeritet, ke me u zgju, e Allahu t'jep afat. Me radiya bil islami dina. Ka mo jesh dakord për këtë fe vëllai dashur. Nëse flet ka pastërtia është kulminacion. Nëse flet nga tauhidi,
nuk ka maknaci. E në alfabeti më i madh e kupton se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. A beson se njerëz të ditur me diploma nuk e kuptojnë hala? Zoti e ka lind babën, baba e ka lind Zoti. Kush është Zoti? Po djali. Po baba çka është? Nuk ajo është Zoti. Po djali çka është? Piti nuk din vallahi. Po ku me dit? Pa ajo është gjë e kot. Inna dina inda Allahi l-Islam. Feja tek Allahu është Islami. Faman yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu. Ai cili kërkon diçka tjetër përveç Islamit nuk i pranohet. Krijuesi i gjithësisë pas ka lind para 2000 ku ta diun viteve. E kush është ai është djali? E kush është baba? Po baba është ai, ati, po kush është ai tjetri? Veti nuk din. E ti në Islam e kje qështë. Allahu është krijuesi i gjithësisë. Ka qenë Allahu dhe nuk ka qenë askush tjetër. La ilaha illa Allah. Nuk meriton askush të adhurohet tjetër me merit përveç Allahut subhanahu wa taala. Thuaj ati në Afrikë i cili nuk din çka është civilizacioni, nuk ka pas dritë. Tregoj për Allahun subhanahu wa taala, veç rry me dorë. Qiellin toj ka kriju një, me njeri kujtohet nga fitra, natyrshmëria e pastër i kujtohet se ajo është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër, Muhamedi alayhis salam e boni haxhin thuhet kanë qenë 90.000 deri 100.000 vet. A e dini sot sa janë zyrtarisht thuhet 10.000 vet, por 10 milion falni. Por numri më i vërtet është më shumë se 10 milion, është edhe më shumë se 3 milion. Imagjino vëllezër, të gjithë ato e bëjnë të njëjtin ritual, në të njëjtën kohë, qindra nacionalitete të ndryshme, a e shikoni paqen, mirësinë, urtësinë që Allahu subhanahu wa taala e ka dhënë mbi to. A ka kaos? Gjithë bëjnë tavaf, gjithë shkojnë Safa Merwa, gjithë shkojnë në Arafat, gjithë shkojnë Muzdelife, gjithë i gjujnë xhemeratët. Kjo është vetëm mirësia e bukuria e fesë Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun xhelleshanu që haxhillarëve tonë që janë atje, haxhin e tyre t'ua pranon, të kthehen në shtëpiat, në familjet e tyre, ashtu të pastër me haxh me brur, të pastër nga mëkatet, siç i ka lind nëna e tyre. Dhe lusim Allahun xhelleshanu që të gjithë ata të cilët kanë bërë kurban, t'ua pranon Allahu subhanahu wa taala kurbanet e tyre, ata të cilët kanë agjiruar në 10 e parë të ditëve më të mira të vitit, Allahu t'ua ketë pranuar agjerimin dhe të gjitha veprat e mira. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk, wa kullu amin wa antum bi khair. Me fat ju qoftë kurban Bajrami, Bajram Mubarak.